Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Sot është 1 qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve, e cila u festua nga vogëlushët e kopshtit të nënshkruesit të pavarësisë në Bisefa, që mbyllën kopshtin dhe do të bëhen gati për fillimin e klasës së parë. Vogëlushët e kopshtit nënshkruesi pavarësisë në Bisefa festuar 1 qershorin, ditën ndërkombëtare të fëmijëve, me një aktivitet të organizuar në ambientet e shkollës së bashku me edukatoret Romina Kajdo dhe Adela Çela. Festa u zhvillua në një atmosferë gëzimi dhe argëtimi, ku fëmijët u kënaqën me këngë, recitime dhe aktivitete festive të dedikuara kësaj dite të veçantë për ta. Unë jam një lule vogël, që i bukur të ngjë e arom. Unë jam një qërëdhën, për me kës bukuron. Unë jam një flutërën a e lule një vete, se gëzi në shdo zemër. Unë jam ba i rritën shpejt me dasuri. Pra vera në si e buzëqeshje, gjyra dje dhe plotare. Le të lojnë të gjithë së pasku. Le të lojnë të gjithë së pas në të sikajt e bukur. Të veshur bukur si kjo ditë, vogëlushët mbyllën kopshtin, një etapë e rëndësishme për ta, dhe do të bëhen gati për fillimin e klasës së parë vitin e ardhshëm shkollor. Trokitit e pragu, si në praverës, i thotim i tëmbet, që këson erda, sala dalandyshe, edhe lule shjera, do pek lule shtrydhe, do pek manafera. Edukatore Romina falenderoi fëmijët dhe prindrit për vitet e kaluara së bashku, duke uruar suksese në rrugtimin e ri shkollor që i pret. Të dashur fëmijë, prindër, sot është një ditë e veçantë, pasi jo vetëm festojmë 1 qershorin, por dhe mbylljen e këtij viti të bukur. Por edhe përcjellim me shumë dashuri fëmijët tanë, që do të hedhin hapat e para drejt klasës së parë. Të dashur fëmijë, ju jeni krenaria dhe gëzimi ynë. Kemi kaluar së bashku momente të bukura, kemi mësuar, luajtur dhe jemi rritur çdo ditë bashk. Edhe pse do të na mungoni shumë, jemi të lumtur t'ju shohim duke ju nisur një rrugë të drejt dijes. Ju uroj suksese në shkollë, shumë shok të rinj dhe gjithmonë buzëqeshje në fytyra. Me veshjet e diplomimit nga kopshti, fëmijët morën certifikatat simbolike dhe mes emocioneve dhe buzëqeshjeve hodhën kapelet e vogla, duke shënuar përfundimin e ciklit të kopshtit. 1 qershori është një ditë që lumturon edhe prindrit ku shohin fëmijët me buzëqeshjen e tyre të ëmbël. Gjithashtu edhe klasa e parë e shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa festoi 1 qershorin me ekspozit pikture, ku u ndan edhe mesazhe sensibilizuese. Nxënësit e klasës së parë të shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa festuan 1 qershorin, ditën ndërkombëtare të fëmijëve, me një ekspozit pikture, ku treguan me anë të imagjinatës mënyrën se si e shohin veten dhe botën. Përveç anës festive, aktiviteti ka dhe një mesazh sensibilizues, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së fëmijëve dhe thirrjen për jo dhunës dhe abuzimit ndaj tyre. Ta mësuesja Laureta Lame, e cila uroi nxënësit e saj dhe fëmijët gëzuar 1 qershorin. Sot është 1 qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve. Një ditë e lën enkas, jo vetëm sepse këta janë e ardhmja jonë, por edhe është dhe një drejt që ata kanë për të qenë të lumtur dhe të gëzuar në këtë botë. Unë ju uroj të gjithë fëmijëve, kudo qofshin, gëzuar 1 qershorin dhe ta kalojnë sa më bukur. Të jenë fëmijë të lumtur, të gëzuar, të qeshur dhe të jetojnë gjithmonë të lirë dhe në paqe. Mësuese Laureta vlerësoi punën dhe kreativitetin e nxënësve dhe njëkohësisht falenderoi edhe prindrit për bashkëpunimin në realizimin e projektit. Janë punime që janë bërë në bashkëpunim me prindrit. Këta janë të vegjël dhe normale, që duhet të kenë bashkëpunimin, pranin, udhëzimin dhe mësimet e më të mëdhenjve. Gjë që do t'i motivoj dhe do t'i mësoj këta në të ardhmen që pastaj t'i bëjnë vetë. Kështu që këto janë punime të bëra shumë bukur, me një përkushtim nga ana prindërve, të cilët kanë dashur orë të tëra, ta themi edhe këta, për të realizuar këtë projekt në ditën e tyre. Faleminderit dhe gëzuar të gjithëve 1 qershorin.
Më pas, Jasmina dhe Rajla u shpërndan shokëve të klasës dhuratat e vogla që kishin përgatitur për ta. Një lule dhe çokolata si shenjë feste dhe miqësie. Nënshkruesit e vegjël u uruan gëzuar një qershorin shokëve të shkollës, të cilët vizituan ekspozitën që qëndron e hapur në hollin e saj. Kryeministri Rama foli sot për projektin e Zvërnecit, ku do të investohen 4 miliard euro. Sipas tij, toka u është bler pronarve. Ai dënoi dhunën ndaj protestuesve nga rojet private. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për situatën e krijuar në Zvërnec gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, duke dënuar dhunën e ushtruar ndaj protestuesve nga rojet private të sigurisë. Ai u shpreh se i mirëkupton qytetarët që kundërshtojnë projektin dhe se po të ishte në vendin e tyre, do të reagonte edhe më ashpër. Ju siguroj që në vendin tuaj edhe unë po njësoj do revoltohesha dhe do rreshtohesha kundër qeverisë dhe kundër kryeministrit sidomos. Sepse do të nduket e tmerrshme që disa roje private sigurie në sytë e policisë së shtetit tim, pas një gardi me tela me gjëmba, të ulërinin si kafsh dhe të merrnin nga jashtë brenda një njeri në të drejtën e vetë. Megjithatë, kryeministri kundërshtoi kërkesat për anulimin e projektit që ka nisur si interesim nga ana e investitorëve në vitin 2023 me vlerë rreth 4 miliardë euro dhe konsiderohet një projekt i jashtëzakonshëm për zhvillimin e turizmit në Shqipëri. Ai garantoi se Laguna e Nartës nuk do të preket dhe se çdo zhvillim do të realizohet vetëm në prona me dokumentacion të rregullt pronësie. Projekti ka nisur si interesim nga ana e investitorëve në vitin 2023. Dhe ka nisur si një interesim bashkë me Sazanin. Dhe qëndrimi ynë qysh në ditën e parë ka qenë për projektin e Zvërnecit duhet të shikoni pronat dhe pronarët, pasi ne nuk kemi tokë shtet aty. Kryeministri komentoi edhe reagimin e Ministrisë së Jashtme greke për ngjarjet në Zvërnec, duke u shprehur i habitur nga deklaratat që flisnin për një popullsi homogjene greke në zonë. Pas ka një popullsi homogjene greke, këtë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, ndoshta nga që jam ignorant dhe nuk i di shumë gjëra. U mahnita nga deklarata e Ministrisë së Jashtme të Greqisë, sepse ishte një akt dhune pa diskutim, por nuk ishte një akt dhune shtetërore. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama pranoi se debatet e fundit e kanë bërë të reflektojë edhe për largimin nga politika, por shtoi se ka vendosur të vazhdojë drejtimin e vendit dhe projektet që sipas tij lidhen me zhvillimin ekonomik dhe turistik të Shqipërisë. Për herë të parë më kam bërë të mendoj edhe që t'ju përulem thellë për nderin e madh që më keni bërë dhe t'ju kërkoj ndjesë për t'ikur në katun dhe për t'ju lënë në duart që do zgjidhni vetë pastaj për të mbrojtur Shqipërinë nga të huajt. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi Kuvendin Kombëtar të PD-s, ku 30% e anëtarëve të Këshillit janë të rinj. Ai ka lënë të hapur opsionin e një nënkryetareje në këtë forcë politike. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi rezultatet e votimit të Kuvendit Kombëtar të kësaj force politike, ku miratuan ndryshime statutore dhe u zgjodhen anëtarët e rinj të Këshillit Kombëtar. Sipas tij, procesi dëshmoi angazhimin e Partisë Demokratike për ripërtëritje dhe hapje ndaj brezit të ri, ku 30% e anëtarëve të rinj janë nën moshën 30 vjeç. Kreu i Demokratëve theksoi gjithashtu rëndësinë e rritjes së rolit të grave në strukturat drejtuese të partisë. Ai la të hapur mundësinë që në të ardhmen Partia Demokratike të ketë dhe një nënkryetare, si pjesë e përfaqësimit më të gjerë të grave në vendimarrje. Në këtë kuvend, me përgjegjësi të plot
delegatët votuar për ripërtritjen e Partisë Demokratike. Votuan për ripërtritjen e Partisë Demokratike. Dy risi janë madhore. Njëra është e sigurt e para e kësaj natyre që nga themelimi i Partisë Demokratike. Tjetra mund tjetë e tillë. Pas numërimit të votave, rezulton se 71 të ri, pra rreth 30% e të zgjedhurve në Këshillin Kombëtar i përkasin moshës ndën 30 vjeç, i përkasin të rive. Dhe ky është një investim, do të thosha, jashtëzakonisht i çmuar, që delegatët bën për forumin drejtues të partisë. U realizua ose u arrit përcaktimi statutor i rreth 40% të përbërjes së Këshillit Kombëtar gra dhe vajza. Them se kjo është një arritje e vërtetë. Berisha përgëzoi të zgjedhurit në forumin më të lartë drejtues të partisë, ndërsa falenderoi edhe kandidatët që morën pjesë në garë, por nuk arritën të siguronin një mandat. Shqiptarët në Maltëzi bashkuan forcat politike dhe krijuan forumin shqiptar. 3 subjekte politike shqiptare synojnë përfaqësim më të fortë të faktorit shqiptar në institucionet e vendit. Një zhvillim i rëndësishëm për përfaqësimin politik të shqiptarëve në Maltëzi u shënua në Tuzë, ku 3 subjekte politike shqiptare u bashkuan në një forcë të vetme politike me emrin Forumi Shqiptar. Gjatë ceremonisë së bashkimit, kryetari i Alternativës Shqiptare Nik Gjeloshaj e cilësoi këtë vendim si rezultat të besimit të ndërtuar ndër vite, të suksesit në zgjedhjet e fundit dhe të bashkëpunimit të dëshmuar në nivel lokal dhe qendror. Përfaqësuesit e Forumit Shqiptar në Parlament, në Qeveri, janë ata që janë bartës kryesor të procesit të integrimit të shqiptarëve, të integrimit të Maltëzisë në Evropë. Dhe në këtë mendoj që me këtë unitet edhe më të afër do të japim kontributin edhe më të madh në këtë drejtim që të jemi sa më afër Unionit Evropian. Ky është bashkimi më i madh që kanë bërë shqiptarët në Maltëzi, edhe qytetarët e kanë treguar shumë herë se kur ti ofrosh bashkimin, kur ti ofrosh unitetin, atëherë ai është aty afër pranë juve dhe gjithmonë e jep përkrahjen për me vazhduar me sukses. Edhe kryetari i Unionit Nacional Shqiptar Ferhat Dinosha dhe kryetari i Lidhjes Demokratike Shqiptare Ivan Ivanaj e vlerësuan këtë bashkim si një moment historik për komunitetin shqiptar. Sipas tyre, Forumi Shqiptar do të forcojë zërin politik të shqiptarëve në institucionet vendore dhe qendrore në Maltëzi, duke hapur një kapitull të ri të bashkëpunimit dhe përfaqësimit politik të shqiptarëve në vend. Izraeli zgjeron operacione toksore në Liban. Kryeministri Netanyahu urdhëron avancimin e trupave më në veri, duke shtuar shqetësimet ndërkombëtare. Luftimet mes Izraelit dhe Hezbollahut po njohin një tjetër fazë për shkallëzimi pavarësisht armpushimit të shpallur më shumë se 6 javë më parë. Kryeministri izraelit Netanyahu ka urdhëruar ushtrin të zgjerojë operacione toksore në Libanin Jugor, duke synuar goditjen e pozicioneve të Hezbollahut. Sipas ushtrisë izraelite, trupat kanë marrë nën kontroll kështjellën historike, Beaufort dhe zona të tjera strategjike në jug të Libanit. Operacioni vjen pas shkëmbimeve të ashpra të zjarrit mes palëve, të cilat kanë shkaktuar mbylljen e shkollave dhe kufizimin e aktivitetit civil në disa zona. Konflikti ka sjellë pasoja të rënda humanitare. Autoritetet libaneze raportojnë mijëra viktima dhe mbi 1 milion të zhvendosur që nga nisja përplasjes. Nga ana tjetër, Izraeli njofton humbje në radhët e ushtrisë dhe të civilëve si pasojë e sulmeve me raketa dhe dron. Hezbollahu ka vijuar përdorimin e dronëve kamikaz dhe raketave ndaj objektivave izraelite, ndërsa ushtria izraelite po avancon më tej në territorin libanes. Për shkallëzimi i situatës ka ngjallur reagime ndërkombëtare.
Franca ka kërkuar mbledhjen urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar zhvillimet e fundit dhe për të shmangur zgjerimin e mëtejshëm të konfliktit në rajon. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar vijon thirrjet për respektimin e armpushimit dhe rikthimin e palëve në rrugën e dialogut. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.